Të nderuar shikues, selam aleikum, mirë se jemi përsëri në emisionin e përjavshëm Rrëfime profetike. Rrëfimi i sotëm ka të bëjë me përkatësinë fisnore. Dy persona debatuan me njëri tjetrin duke u mburur dikush prej tyre për prejardhjen e tij të lartë dhe duke nënçmuar shokun e tij. Ndërkohë profeti sallallahu alajhi wasallam e përdori këtë moment për të treguar një prej rrëfimeve të popujve të mëhershme që lidheshin me këtë ngjarje. Po, cila është ngjarja dhe cilat janë dobitë e saj, do të mundohemi që të përfitojmë prej kësaj ngjarje dhe urtësive të saj për hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Selam aleikum. Aleikum selam, më mirë se gjetëm. Po, është vërtet ngjarja tregohet nga Ubej ibn Kabi radhiyallahu anhu, thotë në syt profetit alayhis salam debatuan dy persona, edhe njëri prej tyre tha unë jam filani i biri i filanit, i biri i filanit, kush je ti ose ku bëre ti? Çfarë mund përmendësh ti? Profeti alayhis salam e ndërpreu debatin e tyre dhe tha: në kohën e Musait alayhis salam, dy persona debatuan dhe filluan të tregojnë përkatësinë e tyre. Kanë të njëjtën polemik si të ngjarje. Njëri prej tyre tha unë jam filani i biri i filanit, i biri i filanit, derisa shkojnë në 9 breza, i përmendi. Po ti tha kush je? Ti s'ke me çfarë të përmendesh. Ai tha, unë jam filani, biri i filanit, ama jam besimtar. Biri një besimtari. Zoti i Madh i shpalli Musait dhe i tha, thuaj të parit, përmende 9 breza, ti je i 10-ti, ju të gjithë jeni në zjarr. Dhe thuaj të dytit, ti me ata që përmende të gjithë jeni në xhenet. Pra, ideja ishte që njeriu nuk mund të lavdërohet, kjo është shumë e rëndësishme. Njeriu nuk mund të lavdërohet me diçka që nuk është produkti i tij. Po, a mund të jetë krenar hoxh për prejardhjen e tij dikush, nëse ka njerëz me emër, me kontribut në shoqëri? Absolutisht po. Kur diferenca midis krenarisë dhe mburrjes? Bravo. Këtu kemi, domethënë duhet bërë dallimin mes asaj që quhet krenari dhe asaj që quhet mendje madhësi. Mes asaj që quhet, si më thon, të ndihesh mirë, sepse me të vërtetë ka dashur Zoti i Madh që mbi ty të jenë njerëz që kanë kontribuar, kanë një kontribut, një fushë caktuar të tjerë, dhe ti njohësh dikë që s'është ndorë në fund fare, ti u gjende këtu jo si produkt i yti. Ti u gjende këtu dhe ky tjetri u gjend këtu. Ndërkohë që mund të jetë dikush bir profeti, edhe është në zjarr, dhe mund të jetë dikush bir, le të themi, biri i Abu Lehebit, siç është rasti i Ikrimës, dhe është në xhenet. Ose rasti i Xhaxhait profetit është në ferr, ndërkohë që Selman el Farisiu është në xhenet, që s'kishte lidhje fare me gjakun e profetit alayhis salatu wassalam. Pra nuk është domethënë përkatësia ose pema gjenealogjike ajo që jep vlerë njeriu. Normalisht njeriu ndihet mirë, pse është shqiptar, ndihet mirë, pse jeton në një vend caktuar, ndihet mirë, pse është i përket këtij populli, nuk ka si problem deri këtu. Në momentin që ti në emër të kësaj ignoron për buz nënçmon dikë tjetër, atëherë humbi sensi. Për këtë arsye dhe Zoti tha në Kur'an: "Ya ayuhan nas inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu." O ju njerëz, ne ju kemi bërë popull dhe fise që ju të dini si të njiheni me njëri tjetrin. Pra, që ne jon në fise të ndryshme, që ne jon popull të ndryshëm, kjo domethënë nuk është gjë tjetër vetëm se një mënyrë për të njohur, për ditë si të prezantohemi. Pastaj çfarë tha Zoti i Madh? Tha: "Inna akramakum indallahi atqakum." Më i miri te Zoti është ai i cili është më i devotshëm në mesin tuaj. Pra, kriteri që faktikisht me të vërtetë një duhet ndihet mirë është devotshmëria, dhe kriteri ose peshorja tek Zoti është devotshmëria, sa i përkushtuar ndaj Zotit. Sepse për çfarë po lavdërohesh? Lavdërohesh për racën tënde, nuk është produkti yt. Ti je gjendur në këtë racë. Lavdërohesh me ngjyrën tënde, për çfarë? Nuk është produkti yt. Ti je i gjendur përpara këtij fakti apo je i krijuar kështu siç ka krijuar Zoti. Për çdo lloj gjëje, për këtë arsye nuk është kriter ky, nuk është kriter që njeriu të mbahet me të madh. Për këtë arsye ne gjejmë në Islam, domethënë atë fjalën e bukur profetit alayhis salam e ka thënë në fund të jetës tij.
thot la fadla li arabin ala ajami wala li abyad ala ahmar. Nuk ka vlera arabi më shumë se sa jo arabi. As jo arabi më shumë se arabi. As i bardhi ndaj të kuqit apo të verdhit apo të ziut, as ky tjetri ndaj këtij që është kështu. Illa bit taqwa, vetëm se me përkushtim ndaj Zotit. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Ju gjithë keni ardhur nga Ademi alayhis salam dhe Ademi e ka përardhën prej dheut. Për këtë arsye tregohet në hadithin tjetër që kur Zoti i Madh e ka krijuar Ademin alayhis salatu wasalam, i ka thënë Xhibrilit më sill baltën e tokës. Dhe nga ajo baltë e tokës e marr nga llojrat e baltave janë sot njerëzit. Dikush ka qelluar që të jetë në genin e baltës së zezë dhe ngjyra e tij është e tillë. Dikush ka qelluar në genin e baltës kuqe është i kuq, dikush ka qelluar në genin e baltës më të verdhë apo ngjyrë tjetër dhe ka dalë i tillë. Pra nuk është ky as faj i kujt dhe as produkt i askujt. Pra ky është krijimi i Zotit. Pra nuk është suksesi i askujt. Në momentin që ti e ignoron tjetrin, apo e nënvlerëson tjetrin, apo e përçmon tjetrin për diçka që e ka bërë Zoti, për këtë arsye edhe i tha Zoti 9 i 10 zjarr. Sepse ti po zhvlerëson dhe po përçmon dikë për diçka që është produkti i Zotit. Pra qenë një në një fis, qenë një në një popull apo në një kombë është produkti i Zotit. Dhe domethënë Zoti është ai i cili na ka krijuar në këtë mënyrë. Atëherë ne duhet të pranojmë njëri tjetrin ashtu siç jemi. Ndërkohë duhet të bashkëpunojmë me njëri tjetrin në të mirat dhe çfarë ka të mira dhe mundohemi që të bashkëpunojmë për të eliminuar çdo të keqe që mund të ketë. Sepse normalisht që ka popull dhe ka fisë dhe ka njerëz që dallohen, dikush dallohet në ashpërsinë, dikush dallohet në zgjuarsinë, dikush dallohet se merret me një është i shquar në një fushë caktuar, dikush tjetër në një fushë caktuar dhe gjithë kjo bëhet për të pas sa më shumë bashkëpunim, për të qenë jeta sa më e mirë. Gjitha këto le të vinë duke afruar, duke pas një komunikim, duke plotësuar njëri tjetrin, dhe jo duke e përdor këtë si një arsye për të krijuar përçarje apo për të krijuar përçmim. Pra, ky lloj arsyetimi është i gabuar, ashtu siç edhe ndonjëherë emërtimet fetare, nëse përdoren me qëllim përçmimi ose injorimi ose përçarje, përsëri janë gabim. Për shembull, siç tregohet në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, pati njëri prej muhaxhirëve dhe njëri prej ansarëve patën, si më thënë, një tip konflikti me njëri tjetrin. Dhe muhaxhiri thirri, o muhaxhir, ansari thirri, o ansar, dhe u mblodhën dy grupe. Përballë njëra tjetrës, gati sa nuk po niste konflikti. E mori vesh pejgamberi alayhis salatu wasalam dhe erdhi. Tha, si ka mundësi që ju përdorni parulla të ignorancës, edhe unë akoma gjallë. Po faktikisht termi muhaxhir dhe termi ansar nuk është parullë ignorance, pra nuk është parullë para islamike. Po në momentin që parulla islame keq përdoret, për të përçarje ose u përdor për të krijuar ndasi, atëherë profeti alayhis salam e quajti parullë e kohës para islamike, pavarësisht se ajo është e përmendur në Kur'an. Pra nuk është emërtimi, nuk është grupimi, emri i grupit, nuk është raca, nuk është kombi, nuk është medhebi, ai që e bën njeriu më vlerësuar se tjetrin. Në fund fare njerëzit maten tek devotshmëria. Për këtë arsye, domethënë, ndasit mund të jenë nga më të ndryshmet, po në fund fare shihet kush fal sabahun me xhamat në xhami. Kush lexon më shumë Kur'an, kush është më i rregullt me agjërimin, kush është më i rregullt me dhikrin. Ky ndjek këtë shkollë doktrinore, ky tjetri ndjek këtë shkollë doktrinore, ky tjetri ndjek këtë mëdhëp, ky tjetri ndjek këtë mëdhëp. Në fund fare, rezultati kush është në jetë? Ai me të vërtetë mund të jetë i kësaj shkolle doktrinore. Mirë po është shumë i rregullt në namaz, në agjërim e të gjitha. Ajo është thjesht ideologji, ajo është thjesht le të themi çështje që kanë bërë me doktrinën dhe çështje që mësohen dhe merret një herë informacioni, nuk updatohet më. Ndërsa namazi është ajo që ty të bën dallueshëm. Agjërimi është ajo që ty të bën dallueshëm. Dhikri i mëngjesit e i darkës, ai bën dallimin. Sa herë lexon Kur'anin, ai bën dallimin. Mund të jetë esharim, mund të jetë i kësaj shkollës tjetër, mund të jetë i një shkollë tjetër, ç'lidhje ka? Shkollat edhe këto shkolla, domethënë ne jemi gjetur përballë dikush e ka gjetur veten e tij këtu, se këtu ka mësuar, dikush e ka gjetur veten e tij këtu tjetër, se këtu ka mësuar. Po në fund fare ku dallohemi? Diferencat janë tek veprat pastaj. Në vepra.
Pra përdorimi i termave për të akuzuar, për të përçar, për të krijuar ndasi, për të injoruar, për të mburur dhe për të gjitha këto janë problem. Pra edhe nga ana le të themi natyrore është problem, po edhe në anën fetare njëkohësisht është problem. Pra nuk mund të përdorësh ti diçka që është e Zotit komplet për të injoruar dhe përbuzur dikën, po edhe nuk mund të përdorësh ti diçka fetare që në fund fare ai nuk është produkti yt. Ti je gjendur në këtë lloj situate. Çdo njeri, çdo lloj përkatësie, qoftë në për grupacionet, qoftë në për tarikatet, njeriu është gjendur aty. Është bindur se kjo është e vërteta. Atëherë ne duhet të pranojmë njerëzit me atë që na bashkon në përgjithësi dhe nuk duhet të krijojmë armiqësi dhe përçarje dhe ndasi e ta përdorim këtë pastaj për të krijuar urrëtia apo për të krijuar, si më thon, situata as pak këndshme dhe të mira në një situatë ku bota sot po shkon drejt afrimitetit, drejt unitetit, drejt grupimeve të mëdha. Dhe nuk është koha dhe vendi dhe nuk janë komoditetet që ne të merremi me bashkësitë e vogla. Ndërkohë, kjo sjellje mund të merret edhe në anë të kundërt, pa dikush i cili po themi brez pas brezi është besimtar, e shef dikë tjetër i cili i përket një kategorie, një shoqërie, një prejardhje e cila nuk është besimtare. Dhe mund të ndodhë që dhe ky të shprehë një lloj mburrje dhe një lloj nënçmimi tjetër që ama se këta janë jo besimtar, janë jo muslimanë, janë duke krijuar një lloj krenarie dhe një lloj mburrje me përkatësinë e tij si besimtar, po dhe të brezave të tij. Ndërku duhet të jetë kjo lloj, si thosh, ndjenje e krenarisë reale që po ka dar Zoti që unë jam besimtar, prejardhët e mi janë besimtar dhe na ka ruaj Zoti nga po ku do të kufijë që kjo pastaj mos kthehet në nënçmim për tjetër. Ne përmendëm edhe pak më herët, tham kur njeriu ndjen bekimin e Zotit dhe ndjen mirësinë e Zotit, nuk ka problem pse njeriu ndihet krenar. Çdo gjë okay, çdo gjë në rregull. Njeriu ndihet krenar, unë jam biri një besimtari dhe gjyshim ka qenë besimtar dhe stërgjyshi ka qenë besimtar, dhe sa më lart shkoj kjo aq më mirë është. Walladhina amanu alhaqna bihim dhurriyatihim. Ata që besuan dhe brezat që erdhën mbas tyre, si ta Ibrahimi alayhis salatu wassalam, Rabbi jnubni wa baniya an na'budu al-asnam, o Zot më ruaj mua, fëmijët e mi dhe pasardhësit e mi. Pra nuk ka asgjë që njeriu krenohet, ndihet mirë me të kaluarën e tij të mirë. Mirë, po këtë ai nuk mund ta përdorë si shkak për të injoruar dikë tjetër. Ky është dallimi, ose për të treguar mendiman ndaj dikujt tjetër. Se në fund fare udhëzimi është prej Zotit. Nëse dikush është udhëzuar, kjo është dhuratë e Zotit. Nëse dikush ka mbetur në humbje, prapë kjo është drejtësia e Zotit. Kështu që, domethënë njeriu, është okay që ndihet mirë, ndihet krenar. Siç tha në një rast për shembull profeti alayhis salatu wasalam, kush më tregon për një profet i cili është bir profeti. Bir profeti. Pra kemi një rast se kemi profet, bir profeti. 4 breza profet. Normal që njeriu ndihet mirë. Jusufi alayhis salam, biri i Jakubit alayhis salam, biri i Ishakut alayhis salam, biri i Ibrahimit alayhis salam. Profet, bir profeti. Si më thon, kjo është gjenealogji e artë, si rasti i Jusufit alayhis salam. Dhe normal që mirë po Jusufi alayhis salam çfarë thoshte? Fund jetës tij, çfarë tha? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. O Zot, ma merr shpirtin si musliman, ma merr shpirtin si besimtar dhe më bëj mua pjesë e karvanit të njerëzve të tu të mirë. Duke mos reflektuar bindje që tashmë prejardhja ime është e sigurt dhe përfundimi im është i qartë. Ose siç tha profeti alayhis salatu wasalam, për ta kap këtë kontekst, tha çdo lidhje gjenealogjike në botën tjetër do të jetë shkëputur, përveç lidhjes gjenealogjike që ka të bëjë me mua. Çdo lidhje gjenealogjike në botën tjetër do të jetë shkëputur, pra gjithë secili do të jetë në vete llogaria e tij, përveç atyre që janë pasardhësit e mi. Mirë, po profeti alayhis salam që dikush mos të keq abuzoj dhe mos keq interpretoj këtë fjalën e tij, tha: Men lam yusri bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Ati që nuk i bën dobi puna e tij, vepra e tij, nuk i bën dobi lidhja gjenealogjike. Pra që do të thotë, ajo mund të jetë një mirësi dhe një bekim, po në disa kufi. Në momentin që kalohen disa kufi,
ne përmendëm rastin bi profetësh në zjarr, prindër profetësh, siç është rasti i Ibrahimit alayhis salam, në zjarr, bashkëshorte profetësh do të jenë në zjarr. Pra nuk ka të bëj kjo, domethënë nuk ka të bëj se nga ke ardhur, nga ke përardhur. Okej, është e vërtetë që njeriu ndihet mirë dhe ka drejt ndihet mirë, pse jo? Kur vjen nga një familje e mirë, nga një familje e respektuar, nga një popull që ka tradita, nga një popull i cili s'ka bërë padrejtësi, s'ka bërë pushtime, nuk e ka rënë kujt në qafë, shumë mirë. Deri këtu është shumë mirë. Mirë po njeriu kjo nuk do të thotë që ta çojnë padrejtësi ndaj të tjerëve, në zullum ndaj të tjerëve, ndaj akuza ndaj të tjerëve, sidomos kur kemi të bëjmë shumë me breza të ndryshëm. Me breza që s'kan lidhje fare me ata që e kanë bërë këtë punë. Si më thënë, siç tha Zoti i Madh në Kur'an, alla tazira waziratun wizra ukhra, askush se mbart mëkatin e tjetrit. Nëse prindrit e mi apo etrit e mi apo gjyshit e mi kanë bërë diçka, cili është faji, unë do të bëj pagesën, unë do të marr etiketën, s'ka lidhje. Ashtu siç mund të ndodhë edhe kundërta. Mund të jetë një fëmijë nga një familje e fisme, nga një popull i fisëm, dhe mund të jetë kriminal. Ashtu si shpreha që nuk shkohet në xhami me abdesin e gjyshit, se shpesh gjemi që thotë gjyshin ka qenë haxhie, ka qenë muezin, po ndërkohë veprat. Domethënë njeriu në fund fare duhet mbahet për atë që ka vetë. Njeriu mund të krenohet, në thonjza, me atë që po bën vetë. Njeriu më të vërtet bën diçka dhe ndihet mirë, dhe ndihet krenar, halal i qoftë, sepse ka bërë diçka. Okej, ne themi është sukses për Zotin e tjerë, por në fund fare ky njeri u lodh, u mundua, u stërmundua dhe arriti diku. Ndihet krenar, ndihet mirë. Po edhe në këtë rast nuk i lejohet të përbuzë askënd, dhe nuk i lejohet të injorojë askënd, se në fund fare është prej Zotit çdo gjë. Ne muslimanë shumë besojmë çdo gjë e kemi prej Zotit. Atëherë nuk ke pse të përbuzësh, nuk ke pse të injorosh. Edhe kur je mirë. Për këtë arsye ka një hadith shumë interesant nga profeti alayhis salam, i cili thotë Allahu thotë e sprovon robën me ndonjë gjuna që i kthehet. Pra ka njerëz që kanë gjuna që shkojnë prapë kthehen ke gjuna, ose tek i njëjti ose tek të ngjashëm. Tha profeti alayhis salam, kjo është shumë e bukur, tha profeti alayhis salam, dhe është më mirë për ta. Si më mirë? Ne dim shumë mirë që kur pendosh nga gjuna duhet pendosh, duhet kthehesh më tek ai gjuna. S'ka mirësi për gjuna. Kjo është më e mirë. Jo, pse paska edhe më keq se kjo. Kush është më keq? Tha, kjo është më mirë për ta. Than si? O pejgamberi i Zotit, tha, sepse ky njeri po mos kishte këtë lloj problemi, ky do ta prekte virusi i vetkënaqësisë, i çuditjes me veten. Domethënë vetkënaqësia, çuditja me veten që ka më rënd, se sa të bësh një mëkat dhe të pendosh për atë mëkat. Pse? Sepse vetkënaqësia ose le të themi madhërimi ose mendjemadhësia ose çuditja me vetveten të bën jep tek njeriu efektin verbues të kuptimit të ecjes tij, të analizës së vetvetes tij. Ai nuk sheh asgjë, çdo gjë që bën i duket mirë, nëse njeriu kur është mëkatar, është gjithmonë edhe shmon atë varfërinë ndaj Zotit. Është i përulur ndaj Zotit dhe është i aftë të shohë çdo detaj, sepse sheh veten dobët dhe mundohet ku kanë probleme. Është vigjilent çdo moment sepse e di që mundohet çdo gjë ta shohë. Nëse që është lart, është si puna e dikujt që le të themi si më thënë janë dy persona. Njëri jeton lart, 3 metra lart dhe tjetri jeton në tokë. Kush është më i predispozuar për t'i parë pislliqet në tokë? Ai që është lart apo ky që është më afër dyshemës? Ai që është më afër dyshemës. Mëkatari e sheh veten e tij më afër dyshemës. I duket vetë shumë ulët. Dhe mundohet vazhdimisht pastroj, vazhdimisht të jetë se i duket vetë e bëra pis edhe këtu. Mundohet ta pastroj, ndërsa që është lart, ai mund të bëjë më shumë pislik, mund të hedhë më shumë pisliqe në tokë. Mirë, ai nuk e sheh se ai është lart, i duket vetë lart. Kjo është domethënë ideja e hadithit dhe qëllimi i pejgamberit alayhis salam. Thjesht pejgamberi alayhis salam po ju thotë këtyre njerëzve që nuk ke pse të lavdrohesh dhe nuk ke pse të injorosh askënd për përardhjen e tij, për atë që ai ka një përkatësi që në fund fare jemi ndodhur këtu ku jemi sot. Kështu që ti nuk mund të injorosh askënd, as nuk mund të përçmosh askënd kush je ti ose çfarë do të përmendesh ti. Unë përmend veten time, valla. Baba im ose nëna ime ose gjyshi im ose gjyshi kanë shku tek Zoti.
llogarinë e kanë tek Zoti. Nëse ke diçka me mua, e ke me mua. Ti kush je dhe unë kush jam? A të tregojmë se kush jemi? Cili është kontributi që kemi dhënë? Jo të kapemi me të kaluarën apo me të shkuarën. S'mund të merret askush peng për të shkuarën e tij, as nuk mund të merret askush peng për përkatësinë e tij, as nuk mund të akuzohet askush për përkatësinë e tij. Njësisht dhe nuk mund pastaj të mburret në ato nivele derisa ti nënçmojnë të tjerë. Shkputemi pak momente dhe rikthehemi përsëri në pjesën e dytë. Pra miq, shihemi pas pak. Rikthehemi bisedës tonë miq, jemi në pjesën e dytë në rrëfime profetike, po flasim pikërisht për po themi mendimallsinë e dikujt i cili u mbur me prejardhjen e tij farefisnore. Dhe hoxha shpjegoi qartë se nuk ka vend për të mburur dhe për të nënshmuar njerëzit, po as për të ndjerë inferior në lidhje me atë se kujt i përket dhe cila është farefisnia jote, edhe pse kjo mund të jetë një vlerë në vetë që e cili njeriu mund ta shfrytëzojë. Ndërkohë ndoshta në këto nivele të tilla rrallë ndos tek ne. Po shoh që edhe në mesin e besimtarëve ka diferenca. Dikush nuk u dihet rat shoqërohet me kategori të caktuar njerëzish se pretendon që ky është nga zona më të urbanizuara, e dikush më periferik, ose nuk merr këshill nga dikush i cili po themi nuk është i nivelit të këtij. Pra këto problemet e vogla që janë mes nesh është e rëndësishme që ti shohim dhe ti identifikojmë. Vërtet, të jesh besimtar nuk do thotë që nuk ke trashëguar diçka nga problemet e para kuptimit të fesë. Kështu që ndonjëherë ndodh, pra edhe në mesin tonë, ndodh një situatë e tillë që besimtari, si më thën, deklason ose ignoron ose edhe nuk pranon këshillën, ose ku bë ky ta mësoj neve. Kjo është, domethënë, xahiliet Allah islamçe. Ku bë ky? Ama erdhi ky me na tregu neve. Kjo gjë nuk ka të bëjë as pak me normalen, me njerëzoren, me qytetarinë, po edhe me islamin, padyshim, domethënë, sepse ne duhet jemi predispozuar që t'i duam të gjithë, t'i afrojmë të gjithë dhe këshillën kush na afron, ta vlerësojmë atë një që na afron këshillën. Jo ne tani, domethënë, dikush na ofron syt, ne themi prit se ti s'ke vetlla. Ai po të ofron syt, u thot se si sta Omer radiallahu anhu, u thot Allah më shëroft atë njeri që më dhuron gabimet e mia. Allah më shëroft atë njeri që më dhuron gabimet e mia. Pra ai po më bën dhuratën më të mirë, po më tregon gabimet e mia, sepse unë nuk do të bëj më këto gabime ose do të bëj korrigjimin e gabimit tim. Allah më shëroft Omeri radiallahu anhu, ndërsa ne do ta shohim para gjykim. Ai ka ardhur me këshillu ti tu, po jo se edhe ti ke thon kështu, or zotni. Unë po të këshilloj për këtë hall, për këtë problem. Ose ku bën këto me na fol neve kështu, pse këta kanë kuptuar më mirë fen. Ne jemi autokton. Or zotni, nuk ka lidhje fare ti je autokton, nuk je autokton. E rëndësishme është nëse të vjen këshilla prej dikujt, pranoje. Si tha pejgamberi sallallahu në rastin e Buhurerës radhiyallahu anhu, tha të vërtetën mashtruesi. Kush e kishte thënë të vërtetën në këtë rast? Iblisi. A ka më mashtrues dhe më gënjeshtar se Iblisi? S'ka. Nuk tha pejgamberi, mashtruesi, gënjeshtari, e pastaj thënë ai diçka. Jo, tha të vërtetën gënjeshtari ose tha të vërtetën mashtruesi. Pra identifikohet që ishte pozitive në këtë rast për këtë rast ishte pozitive. Jo më kur ke të bësh me vëllezër, e njëjta gjë si koncepti i këshillës dhe reagimi ndaj këshillës është edhe me shoqërimin. Një lloj ndasie se nuk kemi, ne jemi kështu, ne nuk duhet të subhanallahu. A është një lloj mendjemallësie në fe hoxh, e cila është e rrezikshme pastaj edhe për imanin dhe besimin, sepse ne dimë që një grimcë mendjemallësie rrezikon. Për këtë arsye tha Zoti xhelalu pejgamberit alayhis salam, "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi." Tregoi durueshëm o Muhammed që vazhdimisht veten tënde ta gjesh tek ata që i lutën Zotit në mëngjes dhe në darkë. Tregoi durueshëm, pra nuk është e lehtë. Nuk ishte e lehtë për pejgamberin alayhis salam që tritej me Bilalin radhiyallahu anhu, apo tritej me Suhejbin në Mekë. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte, si më thënë, nga një familje aristokrate, pavarësisht varfërisë, ama familja Kurejshite, familja Beni Hashim, ishte një fis aristokrat në Mekë, ishte një fis që i shërbente Qabes, pra ishte norma më e lartë e vlerësimit në atë shoqëri të shërbesh Qabes dhe të shërbesh haxhinve. Familja e profetit kishte këtë. Mbas profecisë ai rinte me Bilalin, skllav. Ai rinte me Suhejbin, skllav.
Sa që një herë i erdhën paria, i thanë, o Muhammed, ore do të ulemi me ty, sa as nuk uleshin, vetëm largo filanin dhe filanin. Edhe ne mund të ulemi me ty. Profetit i zbriti ajeti kuranor, ku Zoti e ndaloi për një gjë të tillë. O do të ulemi se para Zotit jemi barabartë gjithë, jemi vëllezër gjithë, ulemi bashkë, ose për ndryshe jo. Pra Zoti i Madh ndaloi profetin që t'i çojë këta njerëz nga takimet e tij, t'i largoi këta njerëz nga takimet e tij, pavarësisht se takimi me parin, me udhëheqjen, ishte një takim shumë i madh dhe shumë më i rëndësishëm. Pra ky është koncepti, domethënë i duhur për vëllazërinë. A themi ne vëllazëria nuk ka barriera, nuk ka kufi. Në momentin që ne vendosim kufi dhe barriera, okay, është normale që, si më thon, një njeri ta gjej veten më shumë tek njerëzit e profesionit të tij, nuk ka problem. Por nuk ignoron profesionet e tjera apo të tjerët. Është normale që njeriu ta gjej veten e tij më shumë tek njerëzit e zonës së tij. Njeriu është i prit tek shkoj tek të ngjashmit. Absolutisht nuk ka problem. Pa i nënshmuar të tjerë. E gjithë kjo është normale derisa këta të ngjashmit nuk marrin qendrim ndaj dikujt që futet në takimin e tyre ose në mezhlisin e tyre, ose në kafen e tyre ose në bisedën e tyre. Dhe në momentin që ja thon bojnë, apo në momentin që bën sjellje të tilla që ai të largohet dhe mos ta ndjej veten si pjesë e tyre, atëherë këtu kemi të bëjmë me xahiliet dhe kemi dalë nga e natyrshme dhe normaliteti. Ndërkohë, ju thatë pak më herët hadithin e Profetit alayhis salam, e cili vlerësonte deri diku edhe po themi vëllazërinë, po themi fisnore, po dhe vëllazërinë fetare. Sa rëndësishme është që ta vlerësojmë këtë vëllazëri fetare me sinqeritet, ta çmojmë aq shumë sa pastaj kjo të na mundsoj që të mos i shohim këto diferenca të tjera siç është lëkura apo mbiemri apo gjëra të natyre. Zoti i Madh në Kur'an kur foli për besimin tha besimtarët janë vëllezër. Pra e ngriti besimin mbi të gjitha ndarjet toksore. Ndarjet toksore mbeten gjithmonë ndarje toksore, pra të vendosura nga njeriu. Besimi është mbi tokën, është mbi gjithçka. Për këtë arsye tha Zoti i Madh në Kur'an, padyshim besimtarët janë vëllezër. Kështu që është normale që të ketë një lloj ndarje, është normale që njerëzit, edhe pse jemi në shekullin 21, e kanë një lloj ndarje akoma si tip fisnore, të zonave të ndryshme etj, po kjo sa është normale, nuk duhet të jetë pengesë për të ignoruar apo për të marrë për gojë të tjerët. Në momentin që bëhet sebeb kjo lloj ndasie për të marrë për gojë, për të ignoruar, për zhvlerësuar të tjerët, atëherë kjo bë problem. Besimi qëndron mbi gjithçka. Zoti është mbi gjithçka. Për këtë arsye, domethënë, kemi shumë raste, për shembull, unë di shumë raste se si vëllezër besimtar janë bashkuar në kompani për Zotin e Madh, njëri nga njëra anë e Shqipërisë, tjetri nga ana tjetër. Dhe nuk ka ndikuar as pak negativisht, përkundrazi, ndjehen mirë dhe përkundrazi këtë e përdorin, si më thon, qenet e tyre në zona të ndryshme të Shqipërisë, e përdorin, si më thon, për shaka, është, si më thon, kripa e suksesit të tyre dhe asnjëherë domethënë nuk ka çuar kjo që të ketë në një ftohje apo në. Ky është kuptimi i duhur. Pra, kur ajo përdoret me karar dhe përdoret pa ndikuar tek synimet e mëdha, tek ambicet e mëdha, tek qëllimet dhe synimet e mëdha që ka sjell kjo fe, që është mbledhja e njerëzve në një ombrellë të vetme, vëllazërimi dhe besimi për hir të Zotit. Por Zoti shpëlef, lutem Zotin që këto fenomene të mos jenë pjesë e bashkësive tona, e jetës tonë, po edhe nëse janë, ato të kenë reagimin e menjëhershëm që mos thehen në fenomen. Zoti shpëlef. Amin. Pra miq, folëm sot për këtë ngjarje e cila ka ndodhur para shumë vitesh, por secila është prezente vazhdimisht në shoqëritë tona, është një fenomen social cilin e hasim brenda besimtarëve, po hasim edhe raport me ata cilët nuk janë pjesë e besimit ton. Por kjo cilësi nuk është pjesë e feston, prandaj ta largojmë sa më shpejt dhe lutem Zotin që të mos jetë pjesë e jona. Zoti shpëlqej që na ndoqë. Selam aleikum, kalofshi sa mirë. Mm-hmm.